Ditët e fundit të vitit që lan pas, por edhe fillimi i vitit 2026 kanë shënuar rritje të rasteve me grip dhe infeksione respiratore të sipërme dhe të poshtme. Lidhur me këtë situatë ka reaguar dhe Instituti i Shëndetit Publik, ku edhe pse raportohen rreth 13.000 raste në javë të prekur nga virozat respiratore, vendi është larg një epidemie. Vërehet rritje e qarkullimit të gripit krahasuar me javët paraardhëse. Pra vërehet intensifikimi i qarkullimit, gjithashtu dhe trendi i infeksioneve respiratore të sipërme dhe të poshtme paraqet rritje. Numri i këtyre infeksioneve ka shkuar rreth 13.000 raste në javë, por jemi ende larg pragut epidemik. Sipas epidemiologut Artan Simaku, kjo është një situatë normale. Trendi është në rritje, por numri akoma është një numër normal. Simaku thekson se dy viruset kryesore që po qarkullojnë janë AH1 dhe AH3, tipike për këtë periudhë të vitit, ku grup moshat më të prekura janë fëmijët dhe të moshuarit. Zotëron tek moshat fëminore dhe moshat mbi 65 vjeç. Janë dy shtamet e tipit A të gripit, nën tipi AH1 dhe nën tipi AH3. Masa më e rëndësishme parandaluese, sipas epidemiologut, mbetet vaksinimi. Megjithatë, si një tjetër masë mbrojtëse, ai bën thirrje për respektimin e higjienës dhe shmangjen e kontakteve të panevojshme në raste simptomash. Vaksinimi është mjeti kryesor i parandalimit. Asnjëherë nuk është vonë për vaksinimin.